Horoskopi ditor e martë 18 nëntor 2025. Dashi, do mundoni me çdo mënyrë sot të rifitoni zemrën atij që keni në krah dhe do i zgjidhni shpejt mosmarrveshjet. Beqarët duhet të falenderojnë yjet, të cilët do ju krijojnë kushtet e favorshme për të gjetur princin e kaltër. Në planin financiar nuk duhet në asnjë mënyrë të bëni gabime, sepse gjendja do marrë tat pjetën. Do keni të vështirë më vonë të rivendosni ekuilibrin. Demi, duhet të bëni sa më shumë lëshime sot në jetën tuaj në çift, nëse doni që marrëdhënia të ecë në rrugën e duhur. Kokforcia do krijojë debate dhe probleme të shumta. Beqarët do thellojnë edhe më tepër një miqësi të vjetër. As vetë nuk e kishin menduar se gjërat mund ta ecnin në këtë mënyrë. Financat do jenë të mira për aq kohë sa ju të shpenzoni me maturi. Binjakët, ju që jeni në një lidhje më në fund do i zyrtarizoni gjërat dhe do mendoni për të hedhur të tjera hapa. Ndjeni aq mirë pranë të dashurit të zemrës sa që mund të shkoni në pafundësi me të. Beqarëve nuk do i mungojnë takimet, megjithatë jo të gjithë do kënaqen me ato që do realizojnë. Gjendja e financave nuk do jetë as e keqe, por jo dhe në gjendjen më të mirë. Gaporja, jeta juaj në çift do jetë dhe më pasionante se më parë. Mund të bëni edhe ndonjë çmenduri pranë atij që dashuroni. Rëndësi ka që çdo gjë ta bëni në bashkëpunim me njëri tjetrin. Beqarët do jenë në humor dhe të gatshëm të kërkojnë në çdo vend një person që t'ju përshtatet. Gjendja e të ardhurave do jetë delikate për shkak të shpenzimeve të majme që do ju duhet të kryeni. Luani, Marsi do jetë planeti që do ju qëndrojë gjatë gjithë kohës pranë sot. Do i shprehni ndjenjat ashtu si t'i keni në zemër dhe do ndjeni mirë kur partneri të kënaqet për atyre që do i thoni. Beqarët do marrin propozime, por nuk do ndjehen ende gati të fillojnë një histori dashurie. Në planin financiar, tregoni të kujdesshëm dhe të matur. Po bët gabime, do keni të vështirë të ruani qëndrueshmërinë. Virgjëresha, do jeni shumë më të qartë sot në jetën tuaj në çift dhe do i kuptoni nevojat e partnerit. Marrëdhënia në çift do jetë ngrohtë. Beqarët duhet të bëjnë mirë llogarit para se të hedhin ndonjë hap. Një lidhje ka dhe angazhime, nuk është çdo gjë fushë me lule. Financat nuk do jenë të këqija, por ju duhet të shpenzoni me maturi dhe për kujdes, duke menduar edhe për të ardhmen. Peshorja, do jeni më afër se kurrë me partnerin tuaj gjatë kësaj dite sepse do filloni projekte të përbashkëta, të cilat do vazhdojnë për një kohë të gjatë. Beqarët duhet i bëjnë sy të katër, sepse mund të ketë mundësi për dashuri me shikim të parë. Në planin financiar do keni mbështetjen e yjeve, do kryeni transaksionet dhe investimet e duhura. Akrepi, duhet të tregoni më tolerant dhe më të kujdesshëm gjatë kësaj dite me jetën tuaj në çift, sepse në të kundërt mund të keni goxha mosmarrveshje. Beqarët do lodhen pak, por në fund do e gjejnë princin e tyre të kaltër. Financat do kenë përmirësime të ndjeshme, falë përfundimit me sukses të një projekti të rëndësishëm. Po vazhduat në këtë rrugë, keni për t'u pasuruar shpejt. Shigjetari, tregoni më të disponueshëm ndaj partnerit tuaj gjatë kësaj dite, sepse ai në të vërtetë do ketë shumë nevojë për ju. Në të tilla raste, kuptohet se sa e doni njëri tjetrin. Beqarët do kenë një ditë të zakonshme dhe pa ndonjë surprizë. Në planin financiar do merrni disa masa para se gjendja të ketë probleme. Do jeni të kthjellët dhe largpamës. Britsjapi, do keni një komunikim shumë të mirë në çift gjatë kësaj dite dhe në disa raste do kuptoni edhe me shenja me atë që keni në krah. Beqarët duhet të tregohen paksa të kujdesshëm, sepse jo të gjithë ata që joshin duan t'i bëjnë të lumtur. Mund të ketë disa që do kërkojnë thjesht të tallen. Financat do mbeten në të njëjtën gjendje si disa kohë më parë.
duhet të tregoni më të duruar sot në jetën tuaj në çift, sepse partneri nuk do jetë në humorin e duhur. Të gjithë përballen ndonjëherë me sfida të vështira. Beqarat nuk duhet të qahen, edhe nëse nuk e gjejnë personin ideal, sepse të afërmit nuk do i lënë asnjë çast të mërziten. Gjendja financiare do vi duke u stabilizuar fal masave që keni marrë. Peshqit. Ditë e mbushur me gëzim kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Do ndjeni më të dashuruar se kurrë dhe do i shperni pafund ndjenjat. Beqarët do joshin nga disa persona, por nuk do ndjehen ende gati për të filluar një lidhje. Të ardhurat ka mundësi të përmirësohen më shumë nga sa ju mendonit. Kjo falë ndihme financiare që do i japin të afërmit.